mysafirëve tjerë. Realisht unë mendoj që feja është një pjesë shumë personale e personit, është një bindje personale se cilit prej neve, edhe fatkeqësisht unë po mendoj që shumë persona për fatkeq e keq përdorin këtë pjesë për me depërtu në rrjetet sociale. Mirë, po për mendimin tam persona të cilët janë tamam fetar, praktikues të devotshëm të denjtë të fesë, nuk bojnë gjëra të tilla. Domethënë janë personat qysh me thoni farfuna. Personat që domethënë bojnë keq përdorime të tilla ose përdorin fenë për rrjetet sociale, për mendimin tam nuk janë persona domethënë të cilët e përfaqësojnë fenë tamam ose dinjitatshëm. E përdorin domethënë për përfitime, këta persona të tjerë përdoren ose për përfitime të tyre ose për diçka personale ose për me përfitu krahas kësaj. Fatkeqësisht po ka persona të cilët po bojnë veprime të tilla, domethënë përdorin rrjetet sociale për klikime, po që duhet me qenë kujdesshëm këtë aspekt edhe me ditë se kujna mi japë vëmendje dhe çka me marr ose çka me përfitu prej rrjeteve sociale në këtë rast. Apo i bja, a ke pas klienta ti si psikologe të fetar, ndoshta e shohin ata shkputjen prej rrjeteve sociale si lecim shpirtëror dhe kështu e marrin si vendim me u shkput, çka i këshillon te ndoshta? Po, në fakt ka persona që janë praktikues të fesë, tash këto normal, përshtim të gjitha fetë, po nuk kam pas kështu raste shumë për shkak që unë punoj me fëmijë më shumë, eventualisht me prindër, po që ka pas raste tilla që ndoshta janë shkput prej rrjeteve sociale për mundi më mirë ose tregova kom dëgjova edhe raste ose më shumë edhe prej për çu shpeshoj që përdoren rrjetet sociale, ku mujt me pa që po ka njerëz të cilët e përdorin, domethënë i përdorin rrjetet sociale për klikime ose për Po ti personalisht, personalisht kur sheh kontent që është fetar, pavarësisht i fesë islame apo fesë krishtere, po. Qysh reagon, qysh të bën me u ndjej si kontent, faktikisht qysh mendon që dikon emocionet tona, kur ne i shohim Superman që shpesh ka kontent për jo është afër dita kiametit, jo gjëra të tilla, po i lidhi me pjesën e fesë islame, po ka edhe kontent tjetër. Qysh ta bën mu ndjej? Po realisht varet prej postimit, varet domethënë edhe prej postimit, prej mënyrës që ai person e interpreton ato, varet prej shkrimit, po besojnë këtë pjesë. A shkakton panik? Ka raste që mundet me ndikojë edhe negativisht. Për shembull, në anën psikologjike, nëse një person njihet keq emocionalisht, ka naj breng ose diçka dhe shan ai shkrim që ka naj përmbajtje, nuk po them negative se absolutisht shkrimet fetare nuk janë negative, po ndoshta ka naj përmbajtje pak më të ndihshme, mundet me ndiku negativisht. Unë po besoj që këtu varet varësisht prej përmbajtjes ose çka ka shkresa ajo, po mendoj që kjo varet shumë edhe prej gjendjes që është personi, nëse dikush është negativisht, ndihet keq ose çka po di ashtu përjetu diçka, ka ndonjë ngjarje negative që është tu i ndodh në jetën e vet, edhe shën i shkrim vetor, shën diçka që shkruhet, krejt më varet që shepret ai, që she koncepton ai. Unë personalisht asnjëherë edhe si psikologe po vetë si person kur nuk i ku marr aspekte negativ, gjithmonë i ku marr ato pozitivet, edhe mendoj që feja është një mbështetës edhe një prej aspekteve që i ndihmon shumë një person për me të kalu sfidat në jetë, mundi më mirë në aspektin emocional, po tash fatkeqësisht pedina pak a shumë edhe në çfarë thona po jetojmë edhe çka po janë gjendje njerëzit me moda, por që me bukesh përdorime shumë të ose në raste të tilla domethënë me